أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Filloj me emrin e Allahut jashtëmshëshmit, mëshirëplotit, shënduesit e madh ditës gjykimit. Allahun e falenderojmë, prej Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë, përshëndetje, salavat e selamat ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik, gjithë atyre që ndjekën dhe pasojnë udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun krijuesin tonë, i cili na dha jetë, ymër dhe shëndet. Ta presim dhe këtë ditë bekuar të muajit shenjtë Ramazanit, duke lutur atë që adhurimet e kësaj dite dhe ditëve të kaluara Zotit na ketë pranuar, dhe lutim atë që na jep shëndet dhe jetë, të presim edhe këto pak ditë që na kanë mbetur nga ky muaj madhështor dhe i mëshirshëm. Dashur vëllezër, nderuara motra, do të mundohemi sot inshallah të flasim rreth një cilësie madhështore të Zotit madhëreshëm, e në cilën edhe vetë pejgamberi alayhis salam na ka bërë thirrje që ta lutim Zotin e të shumë, sidomos këto 10 ditë e fundit, e që ka të bëjë me faljen e Zotit madhëreshëm. Natyrisht Zoti madhëreshëm vetvetes tij ja ka atribuar cilësinë e faljes dhe nuk i gjen dikënd i cili është falës më i madh se sa vetë Allahu i madhëreshëm. Prandaj edhe ne jemi të urdhëruar që sado që të kemi gabime dhe të meta, ta lutim atë për falje, sepse falja ti është më madhështore sepse vetë gjunohi jonë. E dim që kur Hazreti Aisha radiallahu anha e pyeti Resulullah alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Zotit, nëse takoj natën e 4 me çka ta los Allahun, atëherë pejgamberi alayhis salam pikërisht e përmendi cilësinë e faljes duke i thënë asaj, nëse takon natën e 4 thuaj Zotit, o Zoti im, vërtet i e falës, e don faljen, andaj me fal mua. Këtë do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke por që nata e Kadrit është kaq e veçantë dhe kaq madhështore, dhe në këtë natë vendoset kaderi i çdo gjëje për njerëzit mbrana një viti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti që besimtarët ju kujtojë që për një vit doja cila do t'i mbante ata gjallë dhe më shpejt se shtepi kërësh doja e kërkim faljes të ashtë i Zotit madhëreshëm. Prandaj edhe vetë ai na këshillonte që këto 10 ditë e fundit Ramazanit ta shpeshtojmë dhe ta themi shumë shpesh këtë doa cila kërkon faljen e Zotit madhëreshëm. Kur flasim për faljen e Zotit madhëreshëm, subhanallahu, kur e shohim ajetet e Kuranit, që zakonisht flasin për gjunohet e mëdha që i kanë bërë njerëzit, fundet e këtyre ajeteve vinë me faljen e Zotit. Që ose shohim tek populli i Musës alayhis salam, kur Zoti madhëreshëm filloi t'ia zbeste Hazreti Musës alayhis salam librin e shenjtë, Teuratin, e dim që atë populli i tij për ato 14 ditë sa Musa alayhis salam nuk ishte me ta, filluan të adhuronin viqen. Dhe Zoti madhëreshëm në surën Al-Baqara në ajetin 50 dhe 51 po na tregon duke thënë, dhe kur i premtuan Musait të japim Teuratin për 40 net, po thotë Zoti ju adhuruat viqen duke qenë të padrejtë. Zoti po tregon gjunohen e madh që kanë bërë populli. Pastaj fundin e ajetit po thotë me pas ju falem me qëllim që të falenderoni. Domethënë Zoti madhëreshëm zakonisht kur i ka përmend gjunohet e mëdha të popujve, mbrapa tyre ka përmend faljen e tij që është edhe më madhështore. Pastaj Zoti madhëreshëm surën Ali Imran ajetin 155 po na drejtua duke na thënë, me të vërtetë ata që e lanë fushën e betejës atë ditë kur u takuan dy ushtrit, ishte shejtani ai që i shtiu për shkak të gjunohave që u kishin bërë. Mirë po thot Allahu a fali atyre gabimet. Domethënë ne shohim që Zoti madhëreshëm zakonisht mbrapa gjunohave që i kanë bërë njerëzit kanë kërkuar falje, Zoti ka sjell faljen e tij. Do të mundohemi tani të referohemi disa haditheve kutsi, të cilat nuk janë të pakta, e që dim që hadithi kutsi janë fjalët e Zotit madhëreshëm, mirë po që i ka transmetuar pejgamberi alayhis salam, e cilat tregojnë për faljen e madhe që Zoti ka për robët e tij. E para, vetë Zoti madhëreshëm na tregon duke na thënë, çdo ditë deti i kërkon Zotit madhëreshëm, o Zot, me lejo që ta mbys njeriu pasi që ushqehet me furnizimin tënd, ndërsa e falenderon dikë tjetër. Pastaj qejt i thonë, o Zot, na lejo që të shkatrojmë njeriu,
sepse ai ushqehet me furnizimin dhe me mirësitë tua, ndërsa e falenderon dikë tjetër. Toka i thot o Zot, me leje që ta përdi njeriu, pasi ai ushqehet dhe furnizohet me mirësitë tua, ndërsa falenderon dikë tjetër. Ndërsa përgjigjja e Zotit Madhreshëm për gjitha këto thot, i leni ata, sepse nëse do t'i kishit krijuar ju, do t'i kishit mëshiruar. Domethënë e shohim praktikisht që Zoti i Madhreshëm, duke pas parasysh që na krijoi, ai është falës dhe mëshiruesi i madh fashinesh. Dashur vëllezër nderuara motra, ashtu qysh e ndjejmë dhe shohim praktikisht nënën e cila e mbron foshnjën e saj, voglin e saj, fëmijën e saj nga çdo e keqe, ta dini që Zoti i Madhreshëm është edhe më i kujdesshëm dhe më i afërt se sa nëna për vladin e vet për robërit e tij. Zoti i Madhreshëm po na thot kështu: unë gjendet dhe njerëzit jemi në hall të madh. I krijoj thot Zoti kurse ata adhurojnë dikën tjetër. I furnizoj kurse ata e falenderojnë dikën tjetër. Të mirat e mia zbresin të robërit e mi, kurse gjunohet e tyre thot ngriten tek unë. Mitsohen me ta, me mëshirën time, me gjithë se nuk kam nevojë për ta. Ndërsa thot ata bëhen të urrëjar tek unë me gjunohet që bëjnë, me gjithë se janë kulmin e nevojës për mua. Ata që më kujtojnë, thot Zoti, janë njerëzit më të mirë dhe ata janë njerëzit më të afërt me mua, prandaj thot Zoti, kush dëshiron të jetë afër meje, le të më kujtoj. Unë jam i dashur i tyre, thot Zoti, nëse refuzojnë, unë jam thot mjekusi i tyre. I sprovojnë fatkeqësi që t'i pastrojnë nga të metat. Kush më vjen i penduar, thot Allahu, e ples nga larg. Ndërsa kush më ka kthyer shpinën, thot, e thras prej afër duke i thënë, ku po shkon? A ke zot tjetër përveç meje? E mira tek Zoti Zoti konsiderohet sallëzjet e tilla dhe shumë fishoj atë, ndërsa e keqja thot Allahu i Madhreshëm është vetëm një dhe unë e fal atë. Prandaj thot Zoti, betohen në madhështinë dhe në krenarinë time, nëse do të më kërkonin falje, do t'u falja të gjitha gjunoat që kam bërë. Ky është Allahu jon, ky është krijuesi jon, ai për cilën neve e shohim praktikisht se sa është i afërt me robët e tij, e sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe në këto 10 ditë e fundit të këtij muaji. Dashur vëllezër, Allahu i Madhreshëm ka dashur që neve si njerëz na krijoi tillë që me pas mundësi gabimi. Na ka krijuar të tillë që vërtet neve edhe ke mundësi me rënë gjunohe dhe gabime, mirë po Zoti i Madhreshëm ka dashur që robit vet t'ja jap një derë, t'ja lë hapur ajo dera e kërkim faljes. Kur neve i kthehemi Zotit me kërkim falje, për cilët nga Imam Buhariu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një njeri bëri gjuna. Një njeri bëri gjuna dhe ju kthyi Zotit duke i thënë, o Zot, unë e bëra gjunohin, prandaj falem te mua. Dhe Zoti i Madhreshëm i thotë, e kuptoj robi im që ka një Zot i cili fal për gjunohin edhe dënon për të, dhe ja ka fal atij. Pastaj robi vazhdoi dhe bëri gabimin e dytë. Dhe përsëri robi u kthyi Zotit duke i thënë, o Zot, unë e bëra gabimin dhe gjunohin, andaj falem te mua. Dhe Zoti i thotë, e kuptoj robi jam që është një Zot i cili fal për gjunohën dhe ndëshkon për gjunohën. Prandaj e fal atë. Dhe herën e tretë përsëri robi përsëri gabimin, përsëri kërkon falje Zotit, përsëri Zoti e fal dhe krejt në fund çfarë po thot Zoti, le të veproj robi im çfarë të doj, përderisa më kërkon falje dhe pendohet. Përderisa dashur vëllezër, jena në vijnë që i bim sejtë Zotit dhe i thojmë falë o Zot, kërkojmë falje për shqimet tona dhe pendohemi për gabimet, atëherë neve jemi potencialisht prej robëve që Zoti i Madhreshëm do t'i falë dhe do t'i mëshiron. Ka thënë Zoti i Madhreshëm, dashur vëllezër, nderuara motra, nuk jam i zemëruar. Nuk jam i zemëruar me ndonjë njeri, ashtu siç jam i zemëruar me një gjëhnaqar i cili mendon që gjunohi i tij është më i madh se falja jam. Nuk zemërohet Zoti me kërkon më shumë se me çat person i cili thot gjunohi që unë e kam bosh më i madh se falja e Zotit. Allah s'do me nipi robët.
Allah i madhreshëm dënë që robi sado që ka bo gjuna, ta kuptoj mirë që falja e Zotit madhreshëm është më e madhe se sa gjunohi i tij. Prandaj dashur vëllezër, edhe vetë Zoti i madhreshëm kur e mallkoi shejtanin, kur e përzoni për rahmetit vet, kur nuk i ron sejdë babait tim dhe tuaj, Hazreti Ademit alayhis salam, shejtani mallkun i kërkoi afat Zotit. Për çka? Që me deviju njeriu, që me largu për rrugës drejt. Dhe Zoti i madhreshëm po e sjell dialogun mes tij dhe shejtanit. Çka po thot shejtani? Po thot betohem në madhështinë tënde që do të vazhdoj ta jush robin derisa ta kesh shpirtin trupin e tij. Do t'ja bëj dynjan të kënaqshme, do ta mashtroj, do ta jush ato. Çka po thot Zoti i madhreshëm atij? Betohem në madhështinë edhe në krenarinë time që do t'ja foli aty në gjunohe sa herë që të kërkojnë falje. Nëse shejtani e ka njetë me na deviju, mos harroni, e kena një Zot që na pret gjithmonë me falje. Dhe kjo është betejë. Sa herë që bim gabime, sa herë që vërtet neve ndonjëherë e humbim rrugën, mos e harroni. Është shejtani ai që është të na hieshu dunjallokun dhe të na e kënaq veten tuaj me gjunohen që bëjmë, por mos e harroni anën tjetër, e kemi një Zot i cili është absoluti dhe ai fal shumë edhe pret shumë prej robëve të tij. Dashur vëllezër, Zoti i madhreshëm tregon një bisedë mes tij dhe Davudit alayhis salam, e cilët ju kishte drejtuar Allahu i madhreshëm duke i thënë: O Davud, sigur ta dinin ata që ma kanë kthy shpinën, mallin tim që kam për ta, edhe dëshirën time për t'u penduar, do të shkrijeshin nga malli që kanë ata për mua. Sikur të kishin ditë që ta që bojnë gjunohe, mallin që ndjen Zoti që mu pendu që ta rabe mu kthy te Zoti, thot Allahu vërtet do ndjenin mall për mua. Pastaj që thot Zoti: O Davud, kjo është dëshira ime për ata që kanë bojë gjunohe. Po çfarë është puna e atyre që më adhurojnë mua dhe që janë robët e mi? Allahu i madhreshëm për gjunaqtar po pret mu pendu dhe mu kënaq me ta. Po llogarit me ata që janë rrugën e Zotit. Ata që të binë sejdë e Zotit, ata me të Zoti është i kënaqur. Vërtet, dashur vëllezër, nuk ka asgjë më madhështor dhe më të bukur se sa kur ndëgjojmë fjalët e Zotit madhreshëm, cilat na thrasin që neve të kthehemi tek ai me pendesë dhe kërkim falje. Dashur vëllezër, gjitha këto që i tham kanë të bëjnë relacionin tonë me Zotin e që ka të bëjë me këtë botë. Domethënë që kjo falje që dhe na e falem për Zotin e madhreshëm për atë vet, është relacioni jonë me Zotin sa jena në këtë botë. E cili ku me qenë relacioni dhe falja e Zotit nesër kur dalim para tij, inshallah do të mundohemi në gjëratën e ardhshme ta shpjegojmë edhe inshallah Zoti na jap ymër dhe jetë. Allahu ju nderoj gjithë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.